Prizreni është qytet që vizitohet gjatë tërë vitit, por këtyre ditëve janë mijëra vizitorë që vinë në këtë qytet për të parë bukuritë e Prizrenit, e bashkë me këtë për të parë dhe trashëgiminë e lashtë që posedon Prizreni. Duke filluar nga ura e Guri, që është traditë e qyteteve të lashta, pastaj Kalaja që rrisi një vrojtues e pandalur për të pritur e përcjellur mijëra turistë vizitorë që vinë në këtë qytet bashkë me kompleksin e lidhjes shqiptare të Prizrenit, që është bazamenti i parë kombëtar dhe vend takimi shumë shqiptarëve anë këndën në qiellit të Ballkanit e më gjerë. Këto dhe bukuritë e tjera joshin vizitorët e shumt e tani më dihet se Prizreni është edhe njëri nga 10 pika turistike më të bukura të Evropës. Kjo të thuar se është bërë fal pastërtisë, fal trashëgimisë që ofrojnë ushqim kualitativ, shërbime të mira e mbi të gjitha dhe të këndshme për ata që vizitojnë këtë qytet. Tani rregullimi dhe renovimi komplet i qendrës së Shadërvanit ka bërë që vizitorë të shumt të vizitojnë këtë qytet, e jo rrallë këtu hidhet vallja e bukur e atyre vizitorëve. Kështu tani më prizenasit për faktin e jetojnë këto dhe nuk e shijojnë sa duhet ëmbëlsinë e bukur që ka Prizreni. Vizitorët që vinë këtu edhe me ambiente të krijuara, trashëgiminë e pasur, pritjen e bujarinë e këtushme, ata ndahen shumë të kënaqur. Prizreni po bëhet pika më atraktive kësaj pjese të Ballkanit perëndimor, e kjo padyshim se prizenasit duhet i bëj krenar.